Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Frit Hoxha ka zhvilluar këtë martë një takim me studentët e Universitetit të Shkodrës. Takimi u zhvillua në ambientet e auditorit atre pranë rektoratit dhe përbënte një mundësi të mirë për të bashkëbiseduar mbi çështje që lidhen me integrimin evropian, mundësitë për të rinjt dhe rolin e studentëve në këtë proces. Në Shkodër kam ardhur pak a shumë vendlinën time, kam ardhur aty ku kam kaluar një pjesë të fëmijërisë time, por edhe një pjesë të paktën fillimin e aktivitetit tim profesional, meqense kam qenë pedagog në atë që ishte Instituti i Lartë Pedagogjik për 3 vite përpara se sa të ndroja karrierën dhe të filloja në shërbimin e jashtëm. Është një kënaqësi absolute për mua që në kuadër të turit që Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka filluar në Shqipëri për të shkuar për të takuar me nxënës të shkollave të mesme, me studentë, për të folur për integrimin, për të folur për objektivin madhor kombëtar për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, që ne kemi quajtur BE-ja dhe ti, Evropa fillon në shtëpi, pikërisht për të biseduar për të gjitha çështjet e antarësimit të BE-s dhe si antarësimi, procesi i negocimit e sotmja dhe e nesërmja i prek studentët, nxënësit dhe ata të cilët do të jenë qytetarët e parë evropian ku Shqipëria të bëhet anëtare e BE-s në horizontin siç shpresojmë dhe siç po punojmë në horizontin 2030. Kështu që unë shpresoj të kemi një diskutim sa më energjik, sa më aktiv, sa më përmbajtësor me studentët e sotëm dhe evropianët e nesërm. Në këtë takim merrni pjesë dhe pedagog të Universitetit të Shkodrës.